Të nderuara ministre në detyrë, zonja Arbria Nagopsi, e nderuara zonja Besa Betyqi Baraliu, drejtore e përgjithshme e Inspektoratit të Arsimit, të nderuar inspektor dhe inspektore të arsimit, është kënaqësi të jem sot këtu me juve, me profesionist që mbikëqyrin cilësinë e arsimit tonë, që ruajnë standardin dhe ndihmojnë përmirësimin e mëtejnë. Jemi këtu së bashku për të vlerësuar përpjekjet tona, për ngritjen e cilësisë në arsim, edhe për të rikonfirmuar që arsimimi dhe edukimi i brezave të ri është prioritet qeveritar e shtetëror i yni. Kujtojmë se për një periudhë gjatë kohore, Inspektorati i Arsimit ka funksionuar me vetëm 25 inspektor. Një numër që nuk përkon as afër me numrin e institucioneve arsimore, kopshteve, qerdheve, pra nuk përkon me rëndësinë dhe barrën që ka ky institucion. Megjithë këtë, edhe përballë këtij realiteti sfidues, me përkushtim ju keni mbajtur funksionin e një prej mekanizmave më të rëndësishëm të sistemit arsimor. E për këtë ju shpreh vlerësimin dhe mirënjohjen time të gjithëve, secilës e secilit. Përpjekjet e qeverisë sonë dhe të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për forcimin e kapaciteteve të Inspektoratit Arsimor nuk janë ndalur asnjëherë. Si rezultat i këtij angazhimi, kemi pranuar 22 inspektor të rinj që do të japin sistemit tonë arsimor më shumë mbështetje dhe prani në teren. E gjatë këtyre viteve, kemi investuar në mënyrë të vazhdueshme dhe strategjike në sektorin e arsimit, në ndërtimin dhe renovimin e shkollave dhe qerdheve, në pajisjen e tyre me infrastrukturë moderne dhe në zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Kemi krijuar kushte më të mira që shkollat të ofrojnë cilësi, përgatitje të lartë dhe mirëqenie për çdo nxënës. Të gjitha këto investime janë edhe në favor të punës suaj si Inspektorati i Arsimit. Sa më i fortë jetë themeli i sistemit arsimor, aq më e lehtë bëhet puna e inspektimit dhe aq më pak ndërhyrje do të jenë të nevojshme. Kur standardet ngrihen dhe kushtet përmirësohen, kontrolli shndrohet në partneritet dhe mbikëqyrja bëhet garanci si për cilësi, ashtu edhe për efikasitet. Kur themeli është i fortë, ndërtesa qëndron vetë. Roli i inspektoriatit natyrisht nuk është të ndeshkoj, por të udhëzoj, të këshilloj dhe të përkrahë institucionet arsimore në rrugën e përmirësimit të vazhdueshëm e të pandalshëm. Qëllimi juaj nuk është të krijoni frikë, por të siguroni standarde dhe të nxisni përparim. Ju jeni bashkëpunëtor të mësimdhënësve dhe aleat të drejtuesve të shkollave, jeni bashkëpunëtar në rrugtimin për cilësi dhe efikasitet. E di mirë se inspektimi nuk është detyrë e lehtë. Kërkon profesionalizëm, ndershmëri dhe përgjegjësi. Por në këtë mision fisnik ju nuk jeni vetëm. Qeveria do të vazhdoj të mbështes me trajnime cilësore, me përmirësim të kushteve të punës dhe me vlerësimin që e meritoni. Sistemi arsimor dhe përparimi në arsim varet shumë prej institucionit tuaj që ju e përbëni. Sikur cilësia e mësimdhënies, ashtu edhe efikasiteti i mësimdhënies varën në masë të konsiderueshme prej punës dhe prej angazhimit tuaj. Por do shkoj edhe një hap më tej, kurreshtja për dijen, pasioni për shkencat dhe artet, lullëzimi i këtyre po ashtu varet nga puna juaj, nga puna jon e përbashkët. Andaj të dashur inspektor, puna juaj e dim që është shpesh e heshtur, por ndikimi i saj ndihet në çdo klasë dhe në çdo shkollë të vendit. Për punën tuaj do të flasin brezat që do të vinë. Qeveria është dhe do të mbetet përherë në krahun tuaj, duke ecur bashkë në këtë rrugtim për arsim më të drejtë, më të mirë, më cilësor
edhe më njerëzor. Së bashku do të vazhdojmë punën për shkolla më të forta dhe për të ardhme më të ndritur për fëmijët e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë për kontributin tuaj të çmuar, për përkushtimin ndaj gjeneratave të reja dhe për besimin tuaj në misionin fisnik të arsimit. Mirë se po takuemi bashkërisht sot këtu në këtë punëtori, ku jemi bashkë edhe me kryeministrin edhe me sekretaren, në mënyrë që të ofrojmë mbështetjen tonë të plotë në realizimin e misionit dhe synimit të përbashkët për përmirësimin e cilësisë në arsim. Inspektorati i Arsimit është shtylla kryesore e zbatimit të politikave arsimore dhe garantuesi i respektimit të standardeve në institucionet tona arsimore. Për ne ka qenë një kënaqësi e veçantë dhe konsiderojmë një ndër arritjet shumë të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, rritja e numrit të inspektorëve në gjithë sektorët e Inspektoratit të Arsimit në Republikën e Kosovës, pra nga 25 inspektorë sa ishin gjithsej në Republikën e Kosovës. Dhe siç e dini edhe ju, domethënë me punën që keni bërë me ato resurse, është dashur së paku 10 vite që ju të inspektoni apo të mbështesni një mësimdhënës, tash kemi arritur që pothuajse të dyfishojmë atë numër, duke arritur në 47 inspektorë dhe si qeveri, siç mund të jeni në njëri, kemi ndarë buxhetin dhe kemi bërë planifikimet e përpunësimin edhe të 20 inspektorëve të ri. Kjo rritje e ndjeshme e stafit do të na mundsoj që nga afër të përcjellim çdo institucion arsimor, të ofrojmë mbështetjen e nevojshme, të kryeni inspektime më të detajuara dhe të siguroni zbatimin e standardeve më cilësore në të gjitha institucionet tona edukativo-arsimore. Gjithashtu edhe me emrimin e drejtoreshës së re të inspektoratit, ne presim që puna të organizohet më mirë, të forcohet koordinimi ndërmjet ekipeve për të arritur rezultate edhe më të mira në fushën e arsimit. Ndërsa ndër sukseset e inspektoratit do të përmend edhe realizimin për herë të parë të vlerësimit të performancës së mësimdhënësve për nivelin e licencës së avancuar. Kjo është një fazë shumë e rëndësishme në avancimin profesional të stafit arsimor, në rritjen e cilësisë së mësimdhënies në shkolla, në rritjen e meritokracisë dhe po ashtu në rritjen e pagës për mësimdhënësit bazuar në performancën e tyre dhe në rezultatet e arritura. Të nderuar inspektor, duke qenë se afër gjysma prej jush jeni të ri në këtë detyrë, ndonë se keni punuar në arsim, e lejoni të përmend disa nga rezultatet e Ministrisë së Arsimit gjatë këtyre 4 viteve të fundit, në mënyrë që të jeni të njohur edhe nga afër për proceset të cilat do të vjani punën çdo ditë në vitet në vijim. Gjatë këtij mandati kemi arritur të përmirësojmë dhe të plotësojmë bazën ligjore të arsimit. Kemi 9 ligje të reja dhe projektligje të miratuara, 41 udhëzime administrative të cilat do të jenë pjesë e punës suaj që të monitoroni zbatimin dhe implementimin e tyre në institucionet edukativo-arsimore. Kemi miratuar strategjinë e arsimit me qëllim kryesor arsimin cilësor dhe gjithëpërfshirës në zhvillimin e potencialit dhe kompetencat e individëve, po ashtu inkurajon kjo strategji mësimin gjatë gjithë jetës në përputhje edhe me trendet e transformimit global. Gjatë kësaj periudhe kemi avancuar ndjeshëm edukimin në fëmijërinë e hershme. Përmes përmirësimit të infrastrukturës ligjore kemi miratuar projektligjen për edukimin në fëmijërinë e hershme, e cila e bën të obligueshëm edukimin parafillor në të gjitha institucionet edukativo-arsimore në Kosovë. Kemi zhvilluar dhe kemi pilotuar tashmë suksesshëm kurrikulën e re për edukimin në fëmijërinë e hershme, që të sigurohemi që përveç përmirësimit të infrastrukturës fizike, rritjes së përfshirjes së fëmijëve në edukimin në fëmijërinë e hershme, edukatorët, stafi që punon me ata fëmijë të jenë të përgatitur për të ofruar më të mirën në edukimin e fëmijëve. Kemi trajnuar pothuajse të gjitha edukatorët dhe është në vijim procesi i përgatitjes dhe zhvillimit të tyre profesional. Kemi krijuar komitetet dhe kolegjet e udhëheqësve të institucioneve parashkollore dhe kemi implementuar projekte bashkëpunuese bashkë me partnerët ndërkombëtar, me UNICEF-in, me Save the Children, me Caritasin dhe të tjerë, dhe në gjitha këto përpjekje synojmë përmirësimin e cilësisë përveç qasjes në këtë nivel të rëndësishëm të edukimit të fëmijëve tonë. Me pranimin e inspektorëve të rinj, ne do të rrisim ndjeshëm edhe numrin e inspektimeve në të gjitha nivelet e arsimit, duke mundësuar mbikëqyrje më të gjerë zbatimit të legjislacionit në institucionet arsimore të vendit.
Vlerësimi i performancës së drejtorëve të shkollave ka dhënë pasqyrë të qartë mbi menaxhimin dhe udhëheqjen në institucionet arsimore. Në zbatim të ligjit për inspektimet, Inspektorati i Arsimit ka realizuar edhe inspektime të përbashkëta në institucionet parashkollore, duke bashkërënduar punën me inspektoratet tjera për të garantuar siguri dhe cilësinë ambientise edukative. Një fokus i veçantë i këtij viti ka qenë kontrolli i institucioneve arsimore private që ushtranin veprimtarinë edukative arsimore pa licencë pune. Veprimet tona të vendosura ligjore kanë rezultuar në zvoglim të ndjeshëm të numrit të institucioneve që operonin jashtë ligjit, duke kontribuar kështu në krijimin e një mjedisi më të rregullt e të barabartë për të gjithë ofruesit e arsimit. Gjatë kësaj periudhe jemi duke investuar në modernizimin e infrastrukturës, përfshi renovimin e ambienteve të punës, furnizimin e pajisje të reja, kompjuterike dhe blerjen e automjeteve shërbyese për inspektorët në terren. Këto investime kanë krijuar kushte më të mira për punë efikase, mobilitet më të madh dhe raportim më të saktë të shpejtë nga terreni. Ndërsa për vitin e ardhshëm planifikojmë të koncentrohemi te zhvillimi profesional i inspektorëve të arsimit. Synojmë që çdo inspektor të ketë mbështetjen, trajnimet dhe mjetet e nevojshme për të ushtruar me kompetencë dhe integritet detyrën e tij, sepse cilësia e arsimit fillon edhe nga cilësia e inspektimit.